gjithmonë duke prezumuar pafajësinë deri në fund, dyshohet se mund të jetë e korruptuar, mund të ketë bërë shkelje, mashtrime, pra e cënon pak imazhin e këtij unioni ku ne duhet shkojmë, që shikojmë ndoshta si paprekshëm nga këto fenomene. Po sigurisht unë përmenda dhe paraprakisht që goditet në rast të parë vetë imazhi i institucioneve të Bashkimit Evropian. Dhe po ashtu edhe interesi qytetar ndikon drejt për drejt në çështjen e besueshmërisë dhe të shpresës për aderim në kuadër të Bashkimit Evropian, ose për të koordinuar ose të bashkëpunuar me institucionet e Bashkimit Evropian. Megjithatë, unë jam gjithmonë i thtar për të besuar se drejtësia penale evropiane do të shkojë kësaj çështje deri në fund, për arsye se është në pyetje kredibiliteti i institucioneve të Bashkimit Evropian. Unë paraprakisht thash që me kohë Bashkimi Evropian, institucionet e Bashkimit Evropian kanë siguruar edhe kuadrin normativ, ligjor, edhe kuadrin institucional. Ne kemi rregulloren për themelimin dhe funksionimin e prokurorisë së përbashkët evropiane, ose kemi rregulloren të cilët drejt për drejt tangojnë çështjen e korrupsionit në administratën publike të institucioneve të Bashkimit Evropian. Apo një sër institucionesh tjera duke përfshirë përveç prokurorisë së përbashkët evropiane edhe Eurojustin që llogaritet një tryezës e përbashkët koordinuese e hetimeve të prokurorëve, apo Europoli që është një agjenci e policisë evropiane e cila po ashtu vëhet në lëvizje në raste e kësaj natyre, ose Olaf që po ashtu është një infrastrukturë, një shërbim që vëhet në lëvizje kundër mashtrimeve me fondet e Bashkimit Evropian. Ky kuadër normativ dhe kjo infrastrukturë institucionale nuk është e rastit që paraprakisht është vënë si pjesë infrastrukturore e Bashkimit Evropian, pikërisht për të reaguar dhe për të ruajtur imazhin e vetë institucioneve të Bashkimit Evropian. Ato që thash paraprakisht, produkti kriminalistik ekziston sepse është i lidhur, çështja lidhet edhe me integritetin e njeriut, e përfaqësuesit. Dhe në këtë rast nuk ka të bëjë me institucionet, sepse institucionet edhe kanë reaguar. Nuk është që nuk kanë reaguar. Këto hetime kriminalistike dhe këto veprime operative janë koordinuar edhe me autoritetet belge, edhe asgjë nuk është lënë të rastit, dhe unë pres që epilogu të jetë i qartë, pa ndonjë mëdyshe për opinionin e gjerë, me qëllim që të mos ndikohet në besimin e qytetarëve, në imazhin e vetë Bashkimit Evropian, po edhe të mos ngrit apetitet e të them kundërshtarëve të Bashkimit Evropian, të cilët mezi presin për të përdorur narrativin kundër Bashkimit Evropian. Këtu sigurisht edhe unë edhe ju do të pajtoni që është Rusia që gjithmonë dëshiron të proklamosë një forcë but ideologjike që godet Bashkimin Evropian si një forcë e cila është falso, sepse tani po ka edhe çështje të mbrëmshme të cilat do duhet t'i luftoj, e lere më të kujdeset për vendet, sidomos edhe të Ballkanit Perëndimor. Po për Italinë një goditje vete kjo, se janë të tre andej. Tani shtetësia e këtyre tre personave, tre subjekteve që janë përfshirë në hetim, sigurisht që nuk kanë të bëjnë me Itali. Për arsye se shtetësia nuk i jep mundësi jurisdiksionit italian që edhe të marrë veprime. Nuk ka arsye që drejtësia italisë të jetë shqetësuar në rastin konkret, për arsye se kompetente për të zhvilluar procedurën hetimore në rastin konkret është në duart e prokurorisë së përbashkët evropiane, dhe prokuroria e përbashkët evropiane, sikur ta kishte deleguar lëndën tek prokurori i deleguar i Italisë, sigurisht që do të ishin vënë në lëvizje edhe autoritetet italiane. Në rastin konkret nuk ka pasur nevojë që të shqetësohet Italia, për arsye se Prokuroria e Përbashkët Evropiane ka koordinuar të gjitha aktivitetet me autoritetet belge, sepse çdo antar i Bashkimit Evropian, çdo shtet i Bashkimit Evropian është i detyruar që të pranojë jurisdiksionin
e Prokurisë së Përbashkët Evropiane dhe gjithë atyre institucioneve që përmenda paraprakisht, Eurojustin, Europolin, Olafin dhe të gjitha mekanizmat të tjerë të cilët vohen në një vijë simetrie për të goditur çdo veprim të kundërligjshëm që ka të bëjë me fondet ose me interesat financiare të Bashkimit Evropian.